Të nderuar dhe shumë të dashur mësues, mësuese, prindër dhe bashkëmoshatar, kjo valë e bukur e këtyre EGV-tar është edhe fillimi i programit të përgatitur për dy festat tona të dashura. Në qershori, festa e fëmijëve në mbartë botën, si dhe festa e avetarës, që tashmë është bërë traditë të festohet nga nxënësit e klasës së parë. Fëmijë, urime festat! Prindër, mirë se ndëroni me pjesëmarrjen tuaj. Me pjesëmarrjen e tyre, na ka nderuar shumë mysafirë të nderuar, të cilët janë të mirëpritur për nga një fjalë përshëndetëse. Në skenë, ftojmë drejtorin e shkollës të na i thotë 2 fjalë me këtë rast. Dhe të lutemi zotri drejtor, mos harro të ftosh për fjalë rasti edhe zyrtarët komunal të pranishëm në festën tonë. Të dashur nxënës, të nderuara kolegë e kolegë mësimdhënës, me lejoni që në emrin tim personal, në cilësinë e drejtorit të shkollës dhe në emrin tuaj, të uroj mirëseardhje kryetarit të komunës së Dragashit, doktoret Begjet Gjelatini, po ashtu mirëseardhje i dëshirojmë në kryetarit të komunës zotin Resun Fetau, shefit të kabinetit të kryetarit Veton Alili, po ashtu asambleistën e kuvendit komunal Gjuferi e Paciarin, kryetar në këshillit drejtues të shkollës Hoxha Gjevatin, kryetar në këshillit të prindërve doktor Hanefi. Të nderuar të pranishëm, dita ndërkombëtare e fëmijëve festohet nga viti 1925 dhe tani më kjo fest festohet në gjithë botën, ku kjo ditë lumturon fëmijët, prindrit e tyre, ku shohin buzëqeshjen e tyre të ëmbël. Këtë vit shkollor po mbyllim me sukses, relativisht me të mirë, me shpresë dhe dëshirë se me një shtator do të rikthehemi në kushte edhe më të mira për shkak të investimeve që janë duke u bërë vazhdimisht në shkollën tonë nga qeveria komunale e ne veçanti nga kryetari i komunës së Dragashit, zotri Begjet Gjelatini, që gjithmonë si prioritet e ka pasur mësimin dhe arsimin që i ka kushtuar dhe i kushton mësim të veçantë. Sot në emër të një qershorit ne përshënojmë ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Një qershori është festë jo thjesht për kujtimore, por më shumë sensibilizuese për të thënë jo dhunës dhe abuzimit social, emocional dhe fëmijëve. Prindër të dashur, fëmijët janë më të shtrenjtë dhe më të shenjtë të kësaj bote, prandaj dhe si të tillë duhet i trajtojmë ne të rriturit, kemi përgjegjësinë të fëmijëve e jo fëmijët e neve. Themi kështu se ata që kur lindin e kanë rrugën e tyre të jetës dhe ne duhet të jau trasojmë atë. Prandaj ne jemi përgjegjës që fëmijët tonë të kenë të drejta çdo ditë më tepër. Të dashur pjesëmarrës, ne si prind, familje, shkollë, institucione shkollore dhe parashkollore, ente sociale, qendra për ndihmë rehabilituese dhe emocionale, mbajnë përgjegjësinë ligjore, morale dhe penale, base me vedia apo patë dhe mshkeljen nga njerë të drejtave të fëmijëve tonë. Për çka Republika e Kosovës ka infrastrukturë ligjore në përputhje të plotë me konventet ndërkombëtare. Në fund, i falenderoj të gjithë mësuesit dhe mësuesit tonë për punën e madhe që po e bëjnë për edukimin e fëmijëve tuaj, për edukimin e nxënësve tonë, brezave të ri. Zoti i ruajt fëmijët tonë, Zoti i ruajt fëmijët tuaj, Zoti i ruajt fëmijët e gjithë botës. Faleminderit. Atë ftoj kryetarin e komunës që ta marrë fjalën. Seni kryetari të komunës, merit një personal të përshëndes dhe të falenderoj për pjesëmarrjen e kaq masive në rastin e një qershorit të ditës avetarës. Unë kam përgatitur një fjali po për hir tuaj, dhe më marr më shumë hapësinë fëmijëve që të aktorët dhe që të aktorët i shifën të arritur edhe fëmijëve tu, i bashkangjitëm urimit të drejtorit të shkollës, i bëjë shëndet gjithë ata që i dëshirën të drejtori, urime një qershori, urime të avetarës, festoj si gjithmonë, shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit.
recitali një qershor.
dhe se cili nga ne ka vlerën e vetë, ta ndjekim. Ne fëmijët kemi të drejtë të kemi një emër. Unë Pirit Kosovë, do të rroj emrin që më dhe, do të rroj dirin që më dhe do të nderoj Kosova ime, unë Pirit. Kemi të drejtë të kemi një familje, pritët të dashur, sa jo tua, me sa mund me rritet mua, i bekuar është do të mirë, që ati vlerë familjes e ti. Që kemi të drejtë të kemi një atë, o atë, më je i dashur, sa më s'ka, më je nën, më je motër, më je vëlla, nga qka rotun më i strengti ti me je më i miri nga qdo gjë që ka këthe. Ne familjet kemi të drejtë të shkollimit fanjas, të gjera me të shtrejtën. Të gjera me të shtrejtën që nuk i ndrojon vendrindja ime dhe shkolla ku mësoj. E dua shkollën time, aty ku mësova abecana, ajo me gjallë kujtimet, rrugën me rafet. Fëmijët kanë të drejtë i kuajnë shoqëri që duan, pas mësimeve do të lozim, se mos lozim ti dhe unë, nuk sa mos me ndjen driturit, trim i mirë me shok shumë. Edhe ne fëmijët kemi të drejtë të themi atë që mendojmë, fjallën e mirë do të themi si që mendojmë, veç kujdes gjithmonë të kemi kur të flasim të mos mendojmë. Fëmijët ka të drejtë të mos shudëzojnë nga askush. Në konventa po nga provë të mos shudëzojnë nga askush. Për shudëzim fare nuk është kur dimon gjyshin e fush. Ne fëmijët ashtu kemi të drejtë për kujdes, këndësor dhe ushqim të shëndetshëm. Ne pëlqen çokolata, patatina, jo sallata, ku perime nuk i dua, edhe supa s'është për mua. Spaghetti, akullore, pizza, tost, në çdo llojore, dua edhe ëmbëlsira, ato po që janë të mira. Me mama si e prodit sa e rullën e tamolisë, ajo me të gjëron që perime të haqisë. Ëmbëlsira, kur e të projnë, organizmin e të mtonë, ushqime të thatës me vend mirë, dhe pse i ha me shumë dëshirë. Po të drejtë, mami, unë e di që me gabi, se me duhen vitamina, fibra shumë e proteina. Për të bërë i fërë të i zhuar, për të luajtur e mësuar që mendje e muskuj, të formoj zhduhet më të kundërshme. Në e këfërkut mami, do të ha diskutime më nuk ka dhe të qonaj të rinot që da një djemi fort.
Thuaj edhe ti mos kryu, t'lerke. Ja kryuar, ashtu se dhe ju, e pa fjallë, tjerë sa plejë, sepse të gjitha qëtë në botë, në vendin e vetë, e se cili ka ne e ka vlerën e vetë. Tani e kuptoj pse vëllezërit e mi jetonin vendin e parë, me të vërtet edhe i vogël është i vlerëshëm, qoftë i vogël ai i madh, gjithë tjerë të barabartë. Të lutoj vockën. Unë e bandeja, që në sa më i lartë së të temë në nëndërore që më rëzi. Që i quajta të verëpër, duke shia verëpër time, dhe me gjithë këto i voc kly, në hapi sytë e pastaj ndërrua mendje. Ju faleminderit shumë që i quat fjallet e mia, edhe pse jam më i vogël ndër ju. E përsërisi prap, e kemi pritur e përgjyer mendimin tënd të mirë. Jemi të gjithë të barabartë, si njëri si tjetri, dhe secili nga ne ka vlerën e vet. Recitimet, mos ma prek djepin, France Forever, si dhe treni shkollësor, janë pjesë e këtij programi të përgatitur nga nxënësit e klasave të treta. E në kas përgatit të shënuar të familjen. Mos ma prek djepin, mos ma prek djepin, do kësime mos jafro. As mos mendo ta prekësh djepin tim familor. Largëmi larg dheut, e dheut tim qëndro. Mos shkel të du me thudën thik, sepse ti ke durinin e bishës. Tokën a dheut tim boshe me fare. Tokën a dheut tim boshe me fare. Eshtrat e fëmijëve ti hudhen në upatir. Ty o shkja e thi, mund të përgatit bota, por jo unë ku, sa të ketë edhe herë, nuk të fajt as duririn e bishës tua të shoh. Ti, i
pasuruar këtë program, në skeni ftoj nxënësit e klaseve të katërta me një pronashë për këta, pjesha, kushtetuta e fëmijëve, recitali, kushtetine dhe kënga e bukur e Duan Lumturi, të ndjekin. Kushtetuta e fëmijëve. Shkuan kohet ku fëmijët, në asnjë rast kishin të drejtë, të shprehin të gjithë padrejtësinë që u beshin nga të ndëdhenjë. Tash, ata shprehin lirisht, që mungon e ku u dhe, din të bëjnë edhe me gisht nga njeriu që në përkënd. Njëherë dëgjova të thotë një ekspert i ligjësive, me humania në këtë botë është kushtetuta e fëmijëve. Kushtetuta e fëmijëve na jep të drejtë të kemi një emër. Ne tani do të tregojmë kush jemi dhe çfarë ëndrash kemi. Për shembull, unë jam Ersa si Fëllëza. Dua që zërin të dëgjohet shumë lart në botë dhe të përcjell mesazhe paqeje. Paqe e lumturi për çdo fëmijë. Jo Marioni, ju do të më besoni, kush më sot dhe punon për kampion. Emri im është Alba, kur dua të flas, askush nuk dua të më bërtas, urtësia është vetëm mrekullia. Unë jam në ari, kush nuk ka dëshirë të jetë i pari, për kush ka vullnet e pasion, ëndra t'i realizon. Unë jam Marta, mos shikoni pikën e zezë në fletën e parë, shikoni bardhësinë e pafundme në fletë në jetë. Jam Reati, keni shumë të fala nga unë, kam të drejtë të mbrojmë nga padrejtësi që në bëhen, drejtësi për fëmijë, të drejtë ardhme të sigurt për shoqëri. Nuk jam lumi puna, por jam puna, vajza që krenohet për arritjet e veta, krenohem edhe me shumë për mësue sentimet e prindërit e mi, ju dua. Në kam vejnë e mrindrimi, rjesë shilu me krua, ka kurse i puri kur është shfrytëzojmë, ka ngrohja globale të shpëtojmë. Më quajnë Tonika, dua të jetoj e lirë dhe të gëzoj të drejtat e mia, dua të respektohem dhe fjala ime me respekt të dëgjohet. Unë shumë atim, vetëm jemi në matematik, do të mësoj e të studioj, të fitoj vetë pasim, për të vitë një shëmi. Unë jam Andra, jam fëmi, për ti të falë shumë dashuri, jam edukuar me mirësi, falë kujdesit të mësuesit të prindërve të mi. E kam emrin Trini, me pëlqen shumë natyra, ndërroj e meditoj në fushamane do të fluturoj. Unë jam Fiona, e parë si mora, kam dëshirë të udhëtoj dhe vlerat kombëtarit i kultivoj. Unë jam Otisi, i fortë si Lisi, me pëlqen aktivitetet e lira dhe kam shumë dëshira, nëse fort punoj dëshira t'i plotësoj. Jam Rina, mësuesja me thanje porosi, puno me nder e drejtësi, zemra jote do të mbushet me lumturi. Unë jam Ahti, më zemër pauzi, luaj basketbol, po shikoj edhe futbol. Ku fituar Shqipëria dhe Kosova, unë shumë gëzova. Ndërsa unë jam Lisa, jam ambientaliste, ambienti pastroni, më gjatë jetoni, veturinat recikloni, vendin tuaj gjelbëroni. Më quaj nërmar, shpuloni talentin tim, me sill një gëzim, se cilje ndëron të zgjedh një profesion, aty ku ka aftësi, punon me gëzim e lumturi. Jam Hana, Hana Shundrit,
tonë. Unë jam Leka, nuk jam mekanik, por mendimtar kritik, shkruaj e lexoj, dëgjoj e diskutoj. Jam ka të rasti që bëj mrekulli, kur gatoj, zbatoj, testin pisa e kaloj. Jam Jeta, si kur Bleta, jam e vogël, e punëtore, gjithë shka më shkon përdore, me bendesim arri çdo qëllim. Unë quem Joni, si kur deti, shto njeri e bëj për veti, jam i dashur e mitësor, punëtor e shumë gazmor. Më quajnë Klea, kam personalitetin tim, edhe pse jam fëmi, më respektoni dhe do t'ju jap dashuri pa kufi. Jam Mira dhe kam shumë dashura, muzika dhe me me, Shpirti ma ushqim. Sembra io ti che da
Rada është për shkollëtarët më të rinj. Zënësit e klasave të para do të prezantojnë para jush programin e përgatitur ENKAS për festën e tyre të apetarës. Festën e librit tonë më të dashur. Librin me të cilin e fillojmë rrugën më të vështirë dhe njëherësh më të dritur, rrugën e diturisë. Në nder të apetarës, nxënësit e klasave të para kanë përgatitur një kolazh me vjersha, për secilën ka 36 shkronja tona të arta. I ndjekim. Ju ftojmë të dëgjojmë me gjithë vëmendje dhe dashurinë që meritojnë.
Çifteria me dy tena, o sa ëndër ti ngellon. Bukur ti bje, e tenave I bje dhe këndë. Dimri vjen me shumë shumë, me teftot e me atar. Ti vjen fare shku, që sojet me behar. Vej pra si vet, për të vjetur, do një pun, a do një pat. Kjo dinake, ky shpëtretur, si në datën e përfshat. Elefanti me kumpan, elefanti s'do me mur, ma atun që shatër më, kuj që ba me guja. Besirat, forti dua, besirat I hashut, dale mami sot për mua, ishte plor pas të vështu. Flamurin gjurë të kuqe, ka flamurin me shqipane, me dy klera, na
Se laze mo që po këta për figura të në plak, një skifte po të po gjanë, ki kujdese do të hajnë. Ujku qane që repot, ullerinë e rësin, se Shqiponja se pregot, fluturon ajo e një. Veja vjen në shenën bë, pa i ka të shumë me shumë, pa ne buke në vërjaje, që në tonë e parë në fshatë të gjaqallë, të tillon në kishte shumë, brem në kishte e shumë, e të tillon në vërti. Sa shkronja gjeni zohet 2-3 herë, bile kumtojt, gjepi bëhe shumë gjenos, si kam betu keshtu bosh. Beri me të shtata ndura, akun da bëzëm, beri buku me të bëzëm. Shkronja za do bashkëpunim, festel kom për demonstrim, shkronja zhe e vikare, e toj modës s'ke qare. Si pulparda në përvaj. Shemoj që në pifte vara, shkronja shkronja në shtyp para. Pas kësaj paraqitje të bukur të fëmijëve të klasave të para, të cilëve ju
Mësuesit e tyre kanë vendosur që t'i shpërblejnë me ngadit ata për suksesin e arritur. Dhe shpërblimi nuk mbaron këtu. Do të kemi edhe atë që tashmë është një surprizë e pritur. Të themi, torta e abetarës. Atëherë, të dashur mësuese, prindër dhe nxënës, ta shijojmë edhe këtë pjesë të fundit të programit tonë. Faleminderit për gjithë momentin që na kushton. Qofshi të nderuar. Asja Ramazani. Aylin Galipi. Amela Galipi. Alisa Malici. Diana Galipi. Ana Veseli. Mina Galipi. Julia Galipi. Reina Jafet. Ibrahim Rashid. Evita Hassan. Rita Aslan. Leyla Hayrullah. Elif Zeyneli. Diyaş Fetahi. Hasan Ahmeti. Eliana Sadiku. Elif Lutfi. Sibora Şükrü. İsra Abdullah. Saniye Desam. Ayla Sadiku. Ebu Bekir Çazimi.
Erlina Shabani. Cortez Avelia. Jo, jemi janë pare arti të ju për Vështë janë një bërë. Sabajdin Gjemaledini. Te ka marë. Esmer Suleimani. Liana Halimi. Leila Halimi. Faleminderit shumë. Every